Gjendemi në fshatin Pastasel të komunës së Rahovecit, ku me datën 31 mars të vitit 1999, forcat ushtarake, paraushtarake dhe policore serbe masakruan rreth 106 civil, ku prej tyre ishin burra dhe djemë të rinj. Duke masakruar në mënyrën më të tmerrshme gjatë luftës në Kosovë, e pikërisht sot shënohet 26 vjetori i vrasjes dhe masakrimit të këtyre viktimave. Duke rrethuar rreth 100 shtëpi në këtë fshat dhe duke granatuar për rreth 1 orë pa ndaluar, forcat serbe masakruan këto viktima, i cili prej këtyre viktimave më i riu thuhet se ka qenë 14 vjeçar, ndërsa më i vjetri diku rreth 80 vjeçar. Lufta për liri kërkon sakrificat të mëdha, e vlen të luftohej e të vtisej, sepse liria si nevojë më jetike që kishin shqiptarët u mohohej dhe jeta në zellën e robërisë ishte bërë e padurueshme. Edhe banorët e fshatit Pastasel e përkrahën fuqishëm me krejt çka patën luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ata i dhanë ushtar kësaj lufte, po ashtu edhe luftarin e orëve të para Milaim Krasniqin, i cili ra dëshmor në betejën e parë të armatosur me pushtuesën në zonën e Radëngjinës me 12 maj 1998. Po ashtu, Pastaseli ia dha lirisë Kosovës edhe dëshmorin Fadil Krasniqi. Prandaj sa herë që vim këtu përtej dhimbjes pafund, na shfaqet edhe krenaria për Milaimin dhe Fadilin për heroizmin dhe sakrificën e tyre. Me 31 mars, barbarët serbu vërsulën si bisha, duke vrarë e masakruar gra e fëmijë, burra e plesh, dozën e rënuan gjithçka që ju dilte përpara. Ata kishin planin për shfarosje të shqiptarëve, të cilin përpiqeshin ta jetësonin përmes taktikës së tokës së djegër. Edhe masakrën Pastasel, që ndodhi me 31 mars 1999, është në funksion të përmbushjes së këtij qëllimi kriminal të Serbisë. Këto varre janë dëshmitar të dhëmbjes dhe krenarisë, shenja që në rrëfejnë e në orientojnë për të ecur përpara, për të forcuar për ditë e për të mos lejuar kurrë që të përsëritet historia. Lavdi të rënë. Gjatë këtyre ditëve të marsit, por jo vetëm, Kosova jonë lartëson betejat e lavdishme dhe kujton të rënët gjatë periudhës së luftës. Më 31 mars të vitit 1999, policia dhe ushtria serbe masakruan 106 shqiptar të parmatosur në fshatin Pastasel, këtu në Rahovec. Viktimat ishin nga vetë ky fshat, por edhe nga fshatrat rreth. Fatkeqësisht sot, ku ne shënojmë 26 vjetorin, nga kjo masakër, disa mbeten ende të zhdukur me dhunë. Ajo çka e bën këtë masakër një nga më të tmerrshmet në Kosovë, është brutaliteti dhe metodat njerëzore të përdorura nga forcat serbe. Ne do të vazhdojmë të kërkojmë drejtësi për të rënët, për të zhdukurit, për të mbjetuarit dhe për brezat e ardhshëm, që kur më askusht mos përjetoj atë që populli ynë ka përjetuar. Lavdi për jetë të gjithë atyreve që lëron për lirinë e Kosovës. Me 31 mars, kur dolëm këtu, na kanë të buë që aty dikundja 200 metra për shkollës, edhe na kanë thënë krejtë shakeni na për gjepa, me hek për gjepe, edhe na kanë thënë kryt të poshtë me hek edhe ka pushë që shaj kemi pas kryt të poshtë mas me në gjofë konë. Kanë fillu më në rreh, më në shoh, më në tretuar, gratë e thmijen, i thëshin shkoni për drejtim të Shqipënisë. Aty jemi konë dikon janë 120 burra. Se të më shumë sa ma shkurt. Edhe na kanë marrë, na kanë dojë, ka 30 e na kanë qunë pushkatim film. Aty na kanë pushkatue në 4 grupa, unë jemi konë 3 grupë. Prej tyve kemi pështue 106 në vrane, kemi pështue 13 kemi pështue 10 për fshatit tonë, 3 janë prej gurit kuq.
Mie po për mie s'kan de krejt i vetëmi unë, po dhe unë e veç jom në prakë. Se edhe 15 dit i pojt 82 vjetë. Edhe i kom pas 3 operacione ashtu që jam i luaj. S'kom ku shkoj ma tepër. Sferk, jemi dalë, i sferke, jemi arë qëtu. Pi qëtushë që atje një faledinja, që atje janë plaka në kanë qo, zdi sa copë katoni në kanë. Edhe nejtë shka nejtëm, piskat qënë thminja, piskat qënë gjinja, shka me ban, ku me shku shpijet u djekshin, u shtishin su shka ke flaka për saselit krejt këtu. Në instituta jonë ma, pashat flakrim. Edhe tani erdhen të ngët, pishon për pjetë bjeshkës, ti erdhen të na, et në kapën, sa kanë mujt me vrajgjin. Sa kanë mujt me vrajgjin. Zotë, zotë. Ky djali në foto, a mundesh me na tregu se kush është edhe sa vjeçar është? Emrin dhe mbjellin. Binagashi. Djali janë 14 vjeçar. Në prehen temin e ra qëtu në prehen unë gjëne. Në prehen me kanë kap djali. Me kanë kap pidore, unë ngre, aj ngre. Ma kapi një sërë pidore, më largoj, ma se kom pa hin tubë ma. 5 vjetë ma se kom pa hiq. E kanë marrë, e kanë varrës këtu, qëtu, e kanë gjvarrës, e kanë qunë në shërok të harike se kemi gjetë djallin. 5 vjetë se kemi gjetë hiq. Mas 5 vjetë se kemi gjetë, kemi varrës të në qëtu. Ko një amanet. Kur gjakën e djallit, gjakën e vlavit hasretit, qatë vlavën pas hasretit, ma kanë vra e djallin, kur nuk ja falit e qëtë bota. Kur hiq. Deshte të drontit femelet e kësaj toke, të lërë me gjake me lot, të djegur me flake barot.